Përshëndetje TikToku. Ja paritakohemi sërish me prezantimin e një motori tjetër për shitje. Ky është Piaggio Beverly 400 kubik, viti 2023. Është pasardhësi i motorit Piaggio Beverly 350. Pra, Piaggio Beverly 350 lindi për herë të parë në vitin 2012, u prodhua deri në vitin 2020, në vitin 2021 vjen seria e re e Piaggios HPE. Seria HPE është pra ky modeli këtu, nga 350 kalum në 400 kubik, nga 33 kuaj kalum në 35.6 kuaj. Pra, është një supermotor, një nga motorat më të mirë që është me serinë me freksionin vaj. Është një motor me një autonomi prej 3.5 litrash për 100 km, një motor shumë potent, praktik për qytet, i shpejt, i kollajshëm në manovrim dhe ka të gjithë pjesën e afordabilitetit për gjithë ata që duhen vishën edhe sportiv dhe klasik. Pra, e prezantojmë bashkë këtë motor, shikoni pra është në gjendje të shkëlqyer, shërbimet të gjitha të bëra, gomat Michelin, është me një panel LED përpara, motori është me keyless, ABS, traction control, i ka të gjitha opsionet e mundshme. Motori ka vetëm 13.000 km. Shikoni pra gjendjen e përgjithshme, është një Beverly S. E përsëris, Beverly S do të thotë Beverly Sport edhe në dizajn. Ka një dizajn të përsosur. Është me targa, me letra, me dokumentat, gjitha dokumentat e paguara. Është Piaggio i sistemit të filtrimit Euro 5. Shikoni pra 400 HPE. Pra, ky motor vjen me çmimin promocional për gjithë ju që doni t'i bëni vetes tuaj një nder për të lëvizur në kaosin e trafikut të Tiranës. Me këtë Piaggio Beverly do shpëtoni nga trafiku dhe do kurseni goxha kohë. Dhe kursimi i kohës në vetë do të thotë kursim legu. Motori është me çmim promocional prej 5 milion lekësh. E përsëris, 5 milion lekë dhe ky motor do bëhet juaj, numri i telefonit do jetë në postimin për katës, nga nxitonin.